20 miliard euro i kanë pas në dispozicion. Norma mesatare për 4 vite ka qenë 6% e rritjes së bruto produktit. Ke qardhje që ne edhe pas 6 viteve qeverisje të vetëvendosjes, prap narracioni kyç edhe fillimi i debatit është 20 vitet e kalume. 6 vjeçari i fundit do duhet të ishte tema e debatit ton, për arsye se ne po shkojmë zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, e po flasim për qeverisjen e fundit 6 vjeçare. Çka është bërë në këto 6 vite? 20 miliard euro i kanë pas në dispozicion në 6 vitet e fundit të qeverisjes së tyre. Asnjë projekt kapital, asnjë shenjë e madhe nuk është lënë në ekonominë e Kosovës. Për 20 vite, me 20 miliard euro buxhet për 6 vite, asgjë në energji, e kemi krizë të jashtëzakonshme energjetike, asgjë në infrastrukturë, asgjë në infrastrukturë, asnjë megawatt i ri nuk është ndërtu për këto 6 vjet me 20 miliard euro buxhet. Domethënë, nëse e shohim sa kanë pas buxhet në këto 6 vitet e fundit, është shumë më shumë se son krejt 20 vitet e kalume, që kanë pas buxhet qeverit tjera, për arsye se buxheti normalisht është rrit në këto vitet e fundit, edhe si rezultat i rritjes së çmimeve e inflacionit. Shqiptoni një gjë duhet edhe një fakt me dhonë. Nëse shkojmë me këtë ritëm të rritjes ekonomike, neve si Kosovë na duhen 50 vite me arrit mesatarën e standardit evropian. 50 vite me rritjen prej 3%. Jo, 3,6% është e fundit, ku e pas parasysh. 3% IMF-i po e ka proklamuar tash edhe në 3,6%. Sidoqoftë rritja ekonomike asnjëherë nuk ka rënë ndër 4, po flasim për vitet e qeverisë Kurti 2, për të cilat ne kemi pas mandat të plot, kemi pas instrumente si ligjore ashtu edhe operacionale për me ndiku drejt për drejt në ekonomi. Kjo rritje ekonomike me këto norma 3%, 4% është tepër e ulët për të arritur qëllimet tona. Norma mesatare për 4 vite ka qenë 6% e rritjes së bruto produktit. Jetu e dhonë me 2021 pas pandemisë, kur kishte një ngritje normalisht pas një baze tepër të vogël. Kjo rritje mesatare e këtyre viteve të fundit është nën rritjen mesatare të periudhave përpara. Është nën, sepse ne si Kosovë para pandemisë kemi pas rritje ekonomike dhe mbi 5%, cilën rritje ekonomike në 6 vitet e fundit nuk e keni arrit asnjëherë. Dhe me këto nivele të rritjes ekonomike, ne nuk mund të kemi zhvillim ekonomik. E sidomos me këto nivele të investimeve kapitale.